Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit për mesazhet e shumta që marr her pas here. Më falni që nuk ju thej përgjigje, por koha ime në dispozicion është shumë e vogël. Por gjithsesi do gjej gjithmonë t'ju falenderoj. Nga Vlora ndiqet emisioni Pena e Shkodrës, Lushnja Berati, Malsia Malle, e di dhe nga Dibra që më shkruajnë. Ju faleminderit, jeni më të mirët. Sot në studio me mua që do të flasim për diçka për gjëra të bukura, jo për diçka të bukur, por për gjëra të bukura. Mimoza Gërçari, mirë se erdhe në studio Moza. Mirë se i gjeta. Një përshëndetje edhe për ata që na ndjekin. Na ndjekin live momentalisht. Faleminderit që je kaq charmante. Edhe për t'jell një charm të gruas shkodrane të këtij qyteti në fest me lule. Unë të falenderoj ty, për sa i përket charmit është ajo që ju shihni dhe ajo që jam unë. Sepse në përgjithësi njerëzit nëpërmjet fjalëve pasqyrojnë atë që janë në vetvete. Pra kur dikush të bën komplimente për mirë, është i mirë vetë. Faleminderit Lola. Okej, është e bukur. Edhe unë e priqja një përgjigje të tillë, sidomos një introvert të tillë nga Moza. Moza është mësuese e fillores me sa e di unë? Jo, jam mësuese e gjuhës shqipe. E gjuhës shqipe. Po, në një shkollë 9 vjeçare. Aktualisht jam në shkollën me pamjen më të bukur, më shpirtnore që përfaqëson qyteti i Shkodrës, jam mësuese në Shirok. Atje ku është një mrekulli. E di që unë ta kam lakmi këtë. Ndoshta. Për ta shtu lakmin tënde, unë po të tregoj një moment kur ndodhem në një klasë në katin e parë, dhe ajo është përballë derës së shkollës dhe qëllon që unë mbaj derën e klasës hapur për arsye të ndrimit të ajrit, dhe gjatë kohës që nxënësit shkruajnë, unë kthej kokën në të majt dhe përtej shkollës shoh liçenin. A ka më mrekulli? Jo, është fat që vjen një herë në jetë. E vërtet, dhe mu vërtet që më ka ardhur, dhe në momentin kur më kanë thonë që do të shkosh në Shirok, jam një shumë e lumtur sepse fill kam menduar sportivitetin. Nënoj se ke qenë privilegjuar. Shumë e privilegjuar, shkumjen në shkollë me biçikletë. Shpeshherë me shoqjet e mia qeshen dhe kur bisedojmë për vështirësitë në shkollë, në mësuesi, unë qeshem dhe ju them që jam me fat për të vetmen arsye, ndërsa njerëzit kalojnë kohë, shpenzojnë kohë për me bë ecje sportive masdite ose paradite, unë jo vetëm që e bëj, por edhe paguhem. Po mirë, të çfarë të detyrueshme është të bukur nga një. Okej, Moza, unë po hyj disi në temë me që ti prek brezënëri, edhe e shohin brezëri dhe tërsinë si një nga dishepujt e këtij shekulli. Këtu është domethënë ajo që psheretima më e madhe që mundën na me pas, për arsye se letërsia është zbejnër pasionet e rinisë së sotme. E them me dhimbje. Është diçka që unë e shoh E vazhdimisht shohim tek të gjithë, sepse është zbej për vetë faktin që sot po dominojnë shumë rrjetet sociale, por ne mundena me bë diçka dhe të mujtun për motivim. Shpeshherë nxënësve kur i japim pjesë nga letërsia për mi shty më tepër, i them unë personalisht marr celularin dhe i them ja shikoni në Google, mundeni me lexuar në PDF nëse nuk keni mundësi për me shku. Që më bë sa më interesante dhe të afrueshme. Unë sa isha të thamë, domethënë që do të kishit bërë ndryshe me këtë metodikë leximit, sepse ajo pjesa që të marrësh një pjesë në libër, ta lexosh në klasë, pjesë që lexojnë ose si që analizojnë ose si e komentojnë. Si do të ishte ndryshe nga Moza? Një ndryshe është për mi marr fëmijët, mi tërheq mi çu aty ku dojnë. Për shembull, unë tash se po e lidh specifikisht me gjanën time personale, unë shpeshherë orë të leximit i ftoj nxënësit ose promovimin e librit që kena pas një autore shumë të mirë shqiptare, por në Itali, Amazona Hajdare, ne e kena bë në qendër të Qiroks. Përshëndetje mamën, namat përshëndetim nga studio. Është një shkrimtare shumë e mirë dhe shumë e lexueshme. Nxënësit që ka bërë një libër për fëmijë, për brezin dan, për brezin për. Po, ajo e ka bërë me aktualizimin e qenjve të braktisur, Fiori. Dhe a kishte më bukur me e promovu se në Shirok aty ku janë të gjithë qejt e rrugës dhe aventurat e Fiorit, se kështu titullohet libri, u bën atë amfiteatrin, pra shfrytzuame atë ambientin që kena natyral, pjesën e shkallave, dhe kjo ishte një mënyrë, një metodë për mi tërheq nxënësit tek letërsia. I ke çu tamam tek vani, i ke sjell realitetin përballë asaj çka është shkruar. Vërtet, dhe pranë kohës që në amfiteatër bëi promovimi i librit, qejt e Shirokës kishin ardhur dhe ishin afër nxënësve, dhe pse jo mbas ato po lexonin për Fiorin, si dihet. Një fjalë me vetë edhe
e qytetit, edhe shumë qytete të Shqipërisë. Po kalojmë disi të një pjesë të letërsisë tek Ema Bovary. Çka të bashkon me Ema Bovary? Po pse ti nuk mi ke tregu pyetjet më përpara? E di pse nuk ti kam tregu pyetjet më përpara, sepse sa herë që unë ndesh në një grua të shekullit kalum, nuk e di pse më përshkohesh para syve. Unë të duhem një Madame Bovary? Pse jo? Atëherë nuk mundem me fol më tepër për Madame Bovary, mundem me thënë që shumë lexues të saj kërkojnë që mes rreshtave të gjejnë vetveten. Por paragjykimi që i bën shoqënia, edhe pse është e shekullit kaluar, është tradit edhe e shekullit të sotëm, ku femrat paragjykohen shumë, duke anashkalu atë që është më shpirtënorja. Femna është magjia e jetës. Më ke dalë të një diçka tepër e bukur. Oriana Fallaci, masi era botës kryqëtërthor, edhe sidomos nga pjesa e lindjes mesme, edhe ceku realitetin e shumë grave anëjna, shkroi një libër seksisht përfillur. Por në të vërtetë, brenda atij libri, ajo ka një, kishte më thënë, ndoshta edhe një nervozizëm karshi termave si progres si emancipim, sepse sa më shumë përdoren të termat progres dhe emancipim, aq më pak gjenden brenda grave. E mendon vërtet si Oriana Fallaci? I përdorim të terma nganjëherë për duk, se sa ti mbajmë brenda vetvete? Edhe ka mundësi. Sepse ke dalë përsëri te një temë shumë spontane që unë të tërheq vëmendjen, më kishe tregu pyetjet në gocë. Tani ti më kalon te seksualiteti dhe unë jam përballë mikrofonit. Seksualiteti është thjesht ajo thot seksisht përfillur, nga që e shef gjën një diçka shumë përbashkët edhe tek femrat e emancipume, por edhe tek femrat që nuk janë të emancipume. Por e cila ishte seksi. E kuptoj. Por pjesa e kësaj, ajo që do t'i bashkon të këto femra ndoshta ishte emancipimi, si term. Po. Si term ekziston, por jo si përvojë. Lidhje me këtë. Ne po lidhim me këtë, jo të çka ka parë në Fallaci. Fiks, kjo do të jemi aq të emancipume sa dukemi? Jo, nuk jemi asnjëherë. Ne jemi të paragjykuar. Lidhur me këtë temë që ka bërë Oriana Fallaci, unë mundem të thënë një përvojë që ne kena pas në qytetin e Shkodrës dhe pikërisht me një dram në teatrin Migjeni, seks faleminderit sa më e provu. Po, kur e provunin ata më një përçej. Jo kur e provunin ata, po kur spektatori u përball me interpretimin e aktorës Rita Gjeka, që për mua nëpërmjet atij monologu, se monolog ishte ajo vetëm një aktore në skenë, ajo arriti kulmin e saj. Por reagimi ishte për me pas sa emancipume, ishte shoqënia shkodrane, edhe ne kina pas se ajo ka dhënë shumë shfaqe pa fund në Shkodrë dhe jashtë shtetit, reagimi i mentalitetit për seksualitetin e grus ishte befasues. Ne nuk jemi asnjëherë shoqëri e përparuar. Ne jemi gjithmonë një shoqëri që ka nevojë shumë për mu diskutu seksualiteti i femrës si femën, si individ. Pra seksi i brisht, kështu na paragjykojnë ata, në një kohë që seksualiteti jon tregon anë tona më të forta. Qysh në mendësi ne guxojmë, ja dhe kjo biseda jon, ne guxojmë të provojmë dhe të diskutojmë, një kohë që mbase edhe mas nesh burrat nënqeshin. E di që do të thonë kjo biseda jon, kjo do të thonë që ne jemi të emancipuar. Po, ne nuk dukemi. Ne nuk dukemi. Kjo është gjoja. Jemi të dhe nuk është problem. Spontane pyetja, se po ti ishe përgatitur të kishe ardhur me një fjalë. Jo, absolutisht jo. Por janë tema që kanë bëjnë. Moza, unë kam Alda Marinin, është një poetë e mrekullueshme, absolutisht, por Alda Marini që ka pas ke idhull. Unë e kam idhull dhe kisha me thonë që atë jetën e saj, më duket sikur e kam prek, por edhe një copë si saj e kemi përjetuar një lloj të dyja. Ndoshta në faza të ndryshme dhe në vite të ndryshme. Por në një kohë të jetës saj unë një braktisur nga shoqëria, nga gjithkush përfundoi në çmendin. Por prej çmendinës nxorri perla. Aty gjeti miqësitë më të mira. Ndodh kjo në shoqërinë tonë? Nuk mundem me thënë ndodh në shoqërinë. Duhet jemi të çmendur që të ndjejmë këtë deshta me thënë. Ndoshta braktisja nga shoqëria, ndoshta paragjykimi, ndoshta hedhja e gurve dhe individëve që janë ndryshe prej të tjerëve, sjell paragjykim dhe sjell atë dramën shpirtënore, pse jo edhe intelektuale, ku njeriu ndihet i çmendur. Por është një shprehje shumë e bukur. Ju mendoni se unë jam e çmendur, se jam ndryshe prej ju, po jo, jeni ju çmendur se jeni tanë njësoj. Moza e di që je shumë e lënë mas letimit. Shpesh citatet tuaja janë të jashtëzakonshme ose të zgjojnë atë dëshirën për me lexuar atë çka po lexon Moza momentalisht. Mos u trem sepse nuk ka lidhje me asgjë që kam lexuar. Nuk tremem, jo. Po nga ato që kam lexuar pas here.
Por e shef këtë të dhënien mas leximit, është një pjesë trendi i leximit ose pasioni i leximit, është diçka më shumë te gratë se sa te burrat, kisha më thënë ne. E shef si diçka, e shef si një lloj hierarkie. Po. Për me kenë njëri i lexueshëm, njëri që e don librin, dhe më thanë që t'je në një shkallë intelekti më të lartë se njerëzit që e braktisin leximin në kuptimin për mu marrë me gjana më të thjeshta, nuk them vulgare sepse nuk du me paragjuku kërkën, por për mendimin tim, të kalosh një kohë në një kafene me biseda që edhe nuk kanë shumë vlerë, është humbje kohet. Më mirë. Dhe bisedat në për kafene sot janë secili me celular. Kjo është gjëja më e keqe. Gjëja më e keqe sepse ndërsa të futesh në botën e librit, do të thonë që ti nuk je kurrë vetëm. Je mbrana aty me personazhet tuaja. Përkundrazi, një libër i mirë, një lexim i mirë, këtu dal prapë te profesioni, ju sugjeroj shumë edhe nxënësve, është një përgatitje për të folurën tënde. Ti fiton një përvojë tu lexu. Kisha dash 3 libra si për brezin të cilit i jep mësim, një lloj sugjerimi, sepse e di që kam në shtëpi një tjetër që më duket të më ndjek këtë rrugën teme, edhe unë nuk e disha një gjë të tillë, sepse është pak i heshtur djali. Jo i me bie është vulkanike, ajo e ka pjesë. Jo, ajo është se unë shumë gjëra të tjera po jo tek pjesa e letërsisë, nuk e ka pasion. Letërsinë shkruan bukur kur don, po nuk e ka pasion. Ndërsa i mbir, i heshtur, por e shoh që në biseda e sipër përdor fraza të disa librave që sugjerojnë mësuesit e kështu, nuk e di çfarë i lexohet, domethënë. Se unë nuk kam kohë me pa çaj të zën, jena në punë 24, që flen nganjëherë. Okej, po, e deri diku është gjë e mirë, por kisha dash me ditë çfarë mundën me lexu brezi i këtyre që janë gjimnazit, domethënë, 9-vjeçarja nga klasa 8 e sipër, domethënë, çfarë mundën me lexu? Ku mundën me u gjetë? Ose ku mundën me gjetë vetin? Tash ne jena një brez që kena lexu shumë libra, kena lexu shumë rryma. Për mi sugjeru brezit të sotëm, ato kanë gjimnazistët, po themi kështu. Ato i kanë listën e librave që çdo mësues ju rekomandon. Është vërtet që ka një listë librash. E ka një listë librash, por nëse ato dojnë me kriju një botë kuptim i mënyrën e të folunit, të shkruanit, unë do të sugjerosha si gjithmonë Treshok. Remarku, që është libër i jashtëzakonshëm, që jo vetëm gjen vetin personalitet, por edhe në mënyrën e të shprehunit, se kur dona me formu brezin e ri, ne dona me formu që t'jetë sa më aftë për me fol, me shkru, me shpreh, me marrë një botë komunikative. Ajo është e rëndësishme. Pastaj do të kaloja edhe tek librat që sot fëmijët kanë shumë nevojë, te librat filozofik. Është një libër, Bota e Sofisë, ku në mënyrë jashtëzakonshëm është, shumë i veçantë dhe kam një histori pak qesharake, nëse kena pak kohë, është shumë qesharake, sepse me që po dalim tek tekstet shkollore, shoh shumë herë njerëz që nuk janë të informuar se çfarë përmbajnë tekstet e shkollave shqiptare. Unë e them me bindje që janë plotësisht të vlefshëm. Qoftë librat e historisë, qoftë librat e qytetarisë, ku mund të gjejnë formimin e ndryshëm intelektual për anën politike, për anën e formimit të shtetit, në asnjë tekst nuk mungojnë periudhat e ndryshme që ka kaluar Shqipëria. Po kështu edhe në librat e historisë, më falni, të gjuhës shqipe dhe letërsisë, janë në forma edhe të shkurtra, të përfshime të gjitha fazat e letërsisë, të gjitha rrymat. Ajo që sot ndikon më tepër, puna informacioni që vjen nga filolari, edhe vjen me shkutime. I shoh shpeshherë njerëzit që diskutojnë shkolla shqiptare ka marrë sepse librat nuk kanë këtë fazë, i kanë të gjitha fazat. Por interesi i nxënësve është më i dobët. Aq më tepër interesi i prindve. Ta bëj një pyetje pak koklaviton. Okej, jam dakord. Ja se duhet dalë te Bota e Sofisë. E di, një sekondë, do të harroj. Jo, nuk do të harrosh. E thu që interesi i nxënësve është shumë i dobët, edhe kjo nuk diskutohet sepse unë e vërej diçka tjetër. Po mësuesit insistojnë që interesi të ngrihet? Patjetër. Ne bashkë me shoqet e mia, sepse ne kena disa rrjete profesionale të gjuhës, të matematikës, të gjithë mësuesat janë të përfshirë në këtë rrjete për me diskutu problematikat edhe me marrë metoda të reja. Të gjithë e diskutojnë. Është një fakt që e themi të gjithë. Janë në klasë, punojnë, interesohen, a bjen zile i këtë parë që qohen në këmbë dhe shkojnë në shtëpi, pak veti hapin librat.
E kuptoj. Kjo është. E kuptoj, edhe kërkesa nga llogarisja nga prindrit. Vetë ishte me dalë te prindrit, pastaj prindrit duke mos kanë të përfshim në librat e metodikat e sotme, janë të parët ata që shtyjnë dhe flasin se duhet dalë te bota e sofisë dhe thonë që tekstet lënë për dëshiruar, jo thot një ose zonjë hape. Ja aty i ke të gjitha temat. Bota e sofisë është një libër të thash që flet për filozofët e parë dhe krijohet një ide të letërkëmbimit. Aty është babai i cili i dërgonte vajzës së vet çdo ditë në postë, te kutia postare, një letër me disa shprehje. Unë ja jap nxënësve për çdo shkollë që kam punuar gjatë këtyre viteve, ja kam thënë. Në një ditë të bukur më vjen një telefonat dhe më thot: "Alo, përshëndetje, mësuese Moza, si jeni? Jam prindi filanit." Po i thamon: "Të lutem, tha, si ke guxu tha me ju dhan fëmijëve tha librin Bota e Sofista, kur filozofët nuk i njohun vet." Unë stepem, sepse është një kërkesë absurde, po është një përvojë, është absurde dhe unë i thamë zotëri është e përfshime në tekstin, dëgjoj me kujdes, në tekstin e librave të shkollës. Ta mos mi trego mu tekstet, po flas më falni dëgjuesit, po flas në mënyrën, në dialektin që fole, mos mi diftatha mu tekstet çka kanë tha. I thash zotëri në qoftë se ju jeni interesuar për me njoh botën e sofisë dhe me njoh filozofët, mundeni me lexu librin. U bind. Dhe djalin gati përgatitur. Por ajo që ishte më interesante është se në fund mu prezantu dhe tha: "Unë jam mësues vet, sigurisht i thash duhet jeni mësues lënda matematik." Jam dakord, është lëndë eksakte, të lutem, nuk ka lidhje me përgjithësi. Desha me dalë te kjo që nuk takohen tangentet tuaj. Desha me dalë, pra, libri i parë ishte Tre shokët, libri i dytë është Bota e Sofisë, ndërsa për librin e tretë unë du një libër shqiptar, Moza. Një autor shqiptar. Po, atëherë, po marr tek autorët shqiptar, janë të shumtë, ne gjithmonë kemi atë standardin për autorët tanë më të mirë njohur, Ismail Kedaria, Dritora Golli, Lazgush Poradeci është i jashtëzakonshëm, Mitrush Kuteli që është rrëfimtari më i rrallë që ka letërsia Mitrush Kuteli është me të vërtetë i veçantë dhe shumë pak e promovojnë. Po, jo, është shumë i mirë, por unë do të sugjeroja, këtu kam pak kujdes tek Viktor Canosinaj. Pse sugjeroj Viktor Canosinaj? Të gjitha librat e tij. I kam 2-3 libra se i ka lexuar me vit. E di pse e sugjeroj Viktor Canosinaj, sepse ai bën një ndarje të jashtëzakonshme. Ai ka letërsi për fëmijë moshore. Nga mosha me grupe dhe për shkollën e mesme. Ai thot letërsi për fëmijë të rinj dhe të rritur. Ju a sugjeroj për të vetëm arsye, përveç stilit të tij, që është shumë i mirë, ai bën thjesht në lexim. Kjo është ideja. Se duhet dalë të rinia sotme. Rinia sotme ka nevojë për mesazhe. Dhe nëpërmjet botës që ai pasqyron të fëmijë që janë aktualitete, ato munden me njoft edhe realitetin për mua afru edhe më shumë tek letërsia. Me që kemi nevojë për mesazhe, se më dole shumë bukur të mesazhe. Po si jam unë s'kam të drejtë. Ai të tjerët më shumë se meritojmë, i duam të tjerët më shumë se meritojmë. Prap ti me pyetje spontane. Atëherë, në lidhje me ai dojnë të tjerët më shumë se ata e meritojnë, këtu kena të bëjmë me altruizmin. Njeriu mëson gjatë përvojës së jetës së tij, a vlen altruizmi, pra kjo dashnia e tjetrit më shumë se vetja. Unë kam një moshë që para 50-ave doja me ndryshu botën dhe jepja jetën për të tjerët. Isha altruiste e jashtëzakonshme. Mesazhi im vjen që pas të 50-ave unë pres që të ndryshoj vetë. Duhet t'i duam të tjerët për aq sa e meritojnë. Këtu dalim te poezia e Kiplingut. Vetëm atëherë burrnona dhe bëna njerëz me mend. Kur e kuptojmë që tjetri vlen për aq sa e meriton. Jam dakord shumë. Shumë e kam përvojë jetën e altruizmin. Moza kemi të gjithë një çast ku shihemi në pasqyrë dhe mendojmë se aty në pasqyrë takohemi me veten. Është përhershme. Nuk e di, domethënë unë nuk e shoh, unë shihem pasqyrë shumë shpesh, por nuk takohem me veten. Cili është ai momenti ku ti takohesh me veten? Momenti kur unë takohem me veten është i shpeshtë, sepse nëse unë nuk takohem me veten, edhe më thon po mimoz, këtë e ki bë mirë ose mimoz, të lumt, ja dole, është momenti ku ne ripërtrim veten, ndërgjegjen ton, mendsinë ton. Pse jo nga një herë edhe zemrën. Takohem me veten për mi thënë zemrës që ke gabu, ose takohem me veten për mi thënë zemrës s'ka gjë se i bëhet copash.
ti do të qohesh për nga unë. Në kina një thamje të Oshos, praktikisht, kjo ishte krejt spontane që më kujtohen nga që lexoj kote fundit për emisionin, për fatmirësi të këtij emisioni unë lexoj pafund. Edhe thotë, në qoftë se ke një dhimbje, thotë të thellë, thotë, mos e lën të mblidhet. Hape, ekspozoje. Sa më shumë të ekspozohet, aq më shumë plas, aq më dhimbshme bëhet ajo dhimbje. Por kur ajo ekspozohet kompletisht kashidjellit, atëherë plaga fillon të shërohet. Normale. Prandaj jam me ty që le të bëhet zemra cop, pastaj do të shërohet. Ose është edhe ky momenti kur ti ke një problem, pse jo shpirtëror, e ndan me dikë. Dhe në momentin kur e ndan i thu, ta thash se s'mujta më nai pa ta thënë, dhe ky është ai shërimi. Është ajo pjesa që ne heqim një peshë nga vetja. Një peshë nga vetja dhe pse jo e ekspozojmë, nuk ka si gjë, nuk ka asnjë njeri sado i paraqitshëm të jetë ose i veshur me një koracë të fortë. Çdo njeri brenda vetes ka një zemër, ka një shpirt që i dhem dhe i coptohet. Kur e ndan me tjerë? Është ajo mburoja kemi të gjithë kështu, para ve kemi atë mburojën që jemi të fortë, po ja, ka një zemër kudo. Edhe guri ka diçka të shpirtërore brenda tij. Po e çave nuk ndahet gjithmonë njësoj, ndahet në mënyra të ndryshme. Po patjetër, format. Muza, a na ndihmon dia të sillemi mirë apo jemi të mirë? Apo duhet jemi të mirë, se më duket disi pak e kuklavitur, na ndihmon dia? Kjo është shumë filozofike pyetja jote. Sokrati ta di më të lehtë. Po jo, më është shumë vështirë. Se Sokrati që mbahet si babai i filozofisë, edhe ta marrshin mend, edhe i tha, çfarë di ti? Diçka më tepër se dinë të tjerë. Ai thjesht tha, unë di atë që s'di asgjë. Pra vetë po pyet për dijen, që unë nuk arri me ditë. Nuk po pyet për dijen. Unë e di shumë mirë se moza është shumë e përgatitur, edhe kjo nuk ishte për dijen tonë, pa anandimon kjo tip dije që kemi brenda vetit, të shohim diçka të pa bukur dhe ne të jemi të mirë para kësaj. Ti po mendon që sa më filozofike. Po përjat pra, ti po mendon që sa më shumë të dim, më shumë kuptojmë dhe përpiqen më bë më të mirë. Sigurisht që po. Sepse ne në mosdije kur jena të paditur, ose ajo që thamon mblani në ignorancën teme kur du me myll muhabetet, kam këtë shpet, mblani them në ignorancën teme, sepse kuptojmë që po nuk lajnë shqiptarët me moza, nuk lajnë shqiptarët, po nuk të skjerë unë në një deri në Jo, këtu të shqit të skjerimi, unë e kam si anë temen që shumë njerëz i kanë bot kuptimet dhe kanë vështrime të ndryshme. Unë nuk mund të ndryshoj këndvështrimin tam, për sa kohë që ti e man atë, por në momentin kur vjen argumentet, avash zgjidhet çdo gjë dhe japin drejt. Kalojmë tek faza e diskutimit. Kjo është më e rëndësishme. Por njerëzit e ndryshëm e bajnë botën më të bukur gjithmonë. Ne të gjithë do të mendojmë njësoj. E vërtet. Prej sa fjalësh përbahet një shikim për mozën? Një shikim. Unë nuk e di në çfarë kontekstit ose kam vështirë në kontekstin që dëshiron ti vetë. Është krejtë hapun ajo pjesë. Si tani ti ma jep një përgjigje. Si e shef një shikim, moza? Me sa fjalë shef ose çka i përcjell ai shikim? Shikim tash nuk e kam të qartë. Shikim mbi një objekt apo shikim ndërnjerëzor? Apo shikim ti më thuj ose si e shef një pikturë, ose si e shef një njeri dashur, ose si e shef ndërnjerëzor, si dush. Për sa i përket shikimit mbi një pikturë, pikë parë është soditja. Unë e sodis. Pastaj është me kërku me gjet domethënien, pra soditja, domethënia, pastaj kënaqësia, që unë e gjeta domethënien dhe më dha një kënaqësi, pastaj vjen vlerësimi. Je shumë shpesh tek Galeria e Arteve në Shkodër. Çfarë kënaqësi jep me te Galeria e Arteve? Po, dhe pikërisht dje ka një për ekspozitave nga Pashpërvati, po unë nuk kam shku. Do shkojmë. Do shkojmë sot, e di pse e bëj këtë, sepse kur shoh nëpër galeri shumë që ka promovime dhe mendohet që ka shumë njerëz, unë nuk shkoj. Sepse e la soditjen me shiu kur jam veta. Më pëlqen një galeri artit kur është bosh, dhe unë i sodis të tana me atë kënaqësinë time. Edhe me bot kuptimin. Me bot kuptimin dhe e kam lënë pa shku dhe këtu përveç spontanitetit të pyetjeve, po na del ka dhe shkumja bash në galerinë e arteve. Ja, do t'i gjaj mirë kjo. Sa pëlqen mirë, jo la se inteligjente je. Di se je papa me? Çu po ta them me këtë emisione që po. Shumë e papa. Flesh. Faleminderit. Okej, faleminderit ty. Arti themi ne fillon në shumë mënyra të ndryshme. Po me kë fillon? Thuje si e mendon vetë, Franci nuk ka një Arti fillon me ndjenjen. Me ndjenjen. Unë mendoj që arti nuk është parashtrim.
është ndjenjë. Këtë e vëmë rrjellet e poezit, e vëmë rrjellet e proza. Është ndjenja asaj që dona me shpreh. Qoftë në pikturë, qoftë në poezi, qoftë në film. Edhe në film ne dona me bë një film me ekranizu një vepër mbas të ndjesisë që kemi na pas për mi veprën. Unë mendoj se është ndjenjë, arti. Të qëllon në një herë të përballësh me veten tënde të kalume dhe i thu diçka asaj, çai thu Muza? Në lidhje me këtë për çka ka kalu, unë kam diçka shumë më empatike, jam tip racional, jam tip sportiv, praktik dhe them çka ka kalu, s'kam kohë mu kthy mrapa. Kështu që s'kam. Do të thonë nuk kam mrapa. Baba, s'kam kohë mu kthy mrapa korr. Njerëz kemi shumë ndoshta shumë mënyra mendojmë për njerëzit e suksesshëm. Fillojmë tek shkollimi, tek njëra, tek tjetra, superlativa tona. Ne flasim me superlativa, edhe nganjëherë pa di shumë gjëra. Janë suksesshëm sepse janë të dijshëm apo kurështar? Njerëzit janë të suksesshëm mendoj unë shpeshherë për arsye të egos së tyre, sepse kërkojnë shumë nga vetja dhe në lidhje te sukseset e njerëzve të sotëm ne shohim se ka një rendje të pakufishme. Du me mëri këtu se s'ban dhe bëj çdo gjë për me mëri. Dhe prit se nuk e the fundin, për me ja kalu asaj. Këtë thash ego, janë ego. Ndoshta edhe dikush don me kalu atë ty ose mu. Por ai sukses shpeshherë ka një vlerë. Është e vërtetë. Vlera më bukur. Unë këtu tash du me dal tek se ti nuk e di, por unë bëj pjesë edhe të një rjet që është rjeti i grave barazi në vendimarrje, për me dalë tek ideja sa janë gratë të përfshime në politikë dhe sa njihen të barabarta, për me dalë te suksesi. Shumë gra nuk munden me kenë suksesshme në politikë, sepse ato përdoren si garnitura qoftë e listave, qoftë e tryezave, qoftë edhe e partive politike. Dhe këtu gara për me kenë suksesshme ka kosto. Është diçka që ne dalim dhe du me dalë të zbehja e revolucionit të feminizmit. Ishte një revolucion që po flasin në emër të grus, po praktikisht ti nuk mrin asgjë. Po nuk pate një bashkëpunim dhe një luftë të barabartë. Meshkujt janë shumë mbështetës për njëri tjetrin. Gratë janë shumë egoiste ndaj njëna tjetrës për mi qëndru pyetjes që mbane. Okej, për të qëndru pyetjes dhe deri diku edhe përgjigjes, midis grave ekziston një luftë shumë e fortë brylash. Sidomos në politikë. Kjo është. Dhe ishte me javu pikën saj. Në të gjitha fushat nga pak, por politika e ka atë luftën më të ashpër. Ndaj unë e shoh me spektrin nga jashtë, hy pak në brenda. Por rri gjithmonë anash. Nuk më intereson edhe shumë sepse më duket sikur po jep më të mirën temën në një luftë që nuk ka më shumë me vite dhe masi mos tjetar ju lama. Është vërtet. Lufta e grave në politikë po nuk patën mbështetje nga ana e meshkujve që drejton politikën shqiptare, ato do të bëjnë luftë brenda llojit vet. Dhe kjo nuk është gjë e mirë. Freud i thotë ekzistojnë dy mundësi thotë jesh i lumtur. Njëna është bash idiot kurse thotë tjetra thotë është melin idiot thotë. E di pse Freudi e thot këtë, sepse Freudi ka kalu në ato psikanalizat e veta shumë. Moza, unë e di Freudi që çka ka kalu. Normal, shumë persona dhe më varet se personat për me dalë ajo që Freudi ka pas kontakt me ta, e ka bë për me dhënë këtë vlerësim, gjë që unë s'jam dakord. Pritet ti që unë po thosha po, Freudi ti për ulemi të gjë. Jo, nuk për ulen. Sepse pastaj kemi Jungun. Jo, nuk për ulen ahi sepse ka shumë të tjerë që i bin nash asaj çka thotë ai dhe kanë shumë më drejt, por unë shumë shpesh e gjej këtë vendim, këtë shprehje të Freudit, e gjej në njerëz dhe kam ndoshta për me përcaktuar tjetrin si budalla, është allaja që të thash, të kanonit ton njësaj ose të kanonit ndryshe, lënë me Hasan Vedi, por nuk është budallëk, ajo është urti. Moza jena mësuar me çuj bashkëshort, dy individ, burrë dhe gru që jetojnë bashkë. Çka janë tjetër përveç se. Ku mi gjen ta pyetje. Atëherë, burrë dhe gru bashkëshort është terminologjia, një karashorti bashkë. Jemi fiksi karashorti bashkë, prandaj ishte kjo pak për humor. Mua më pëlqen shumë që në shqip ekziston ky term. Bashkëshort, që nuk ekziston në përgjithësi të tjera shumë pak domethënë, por gjithsesi unë ndoshta më dal te kjo e sotmja, te
të ky modernizimi bashkëshortor. Më pëlqen me diskutu këtë temë. Që ne jemi kështu unë nganjëherë mes goj hap nga shumë gjëra që m'vijnë drejt me shumë histori të ndryshme. Edhe mes kështu paskallë nga këto tillat. Okej, njeriu përmend është e vërtetë. Sa të rrosh do të mësosh edhe të dëgjosh. Prandaj them këto termet e reja, kjo bashkëtesë apo kjo bashkëtesa që unë nuk e kuptoj mama nëse bashkëtesë mendoj nganjëherë është deri në sensi kur fillon një familje. Atëherë kur fillon familja nuk është më bashkëtesë, është vërtet familje. Edhe familja ka përgjegjësi të tjera, familja ka një background tjetër. Ne nuk mundojna me thënë familje, mëndojna edhe me thënë sot jena familje këtu Hamburg të gjithë së bashku, po e baj një krasim banal, por edhe për teleshikuesi që na ta kuptojnë pak a shumë. Edhe mas 2-3 ditë nuk jemi më familje sepse ne ishim bashkëtesë. Ti largohemi përgjithësive. Prandaj ishte kjo, bashkëshorta, janë bashkëshort, sepse familja janë edhe 2 vjet bashkë. Po, edhe familje, vetëm 2 vjet bëhen bashkë. Unë po filloj me një statistikë shumë të çuditshme që kur e kam dëgjuar kam me të pagoj. Në qytetin e Shkodrës vetëm për këtë vit, pra deri në prill kur e kam nisi lajm, ka pas 244 divorce. Pra 244 raste, shumë zoj për dyja, se janë 2 vet atë, që kanë pretendent për me pas shortin me jetu bashk, janë divorcu. Mendoj se sot është një mendje shkurtësi e asaj që i lidh 2 vet. Në qoftë se ti do me kriju një familje që përbahet fillimi prej 2 veç, ti duhet me pas përgjegjësinë për me shty. Sot është pak e çuditshme edhe ajo denoncimi që bëhet her pas herë, nuk jam këtu kundra, shumë mirë bajnë, denoncimi që bëhet her pas herë për dhunën ndaj grave. Kam dëgjuar edhe një lajm shumë çuditshëm që jam befasuar, nuk du me keni vërtet, që shpeshherë gratë për me marr atë që i takon përfitojnë, bëjnë një denoncim edhe ndahen. Më shduket çuditshme, besoj të mos jetë e vërtet. Por shoh një mos përkujdesje ndaj vedit. Pse e them përkujdesje? Ti kur lidhesh në një martesë, do të kujdesesh për vedi edhe për tjetrin. Në këtë përkujdesje ndaj tjetrit, ti ke tregu respekt për vedi. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Atëherë bën përpjekje për me majt atë martesë, atë lidhje, atë short që të ka ra. Por sot i flakin gjanat si me thanë, po do ta lidhi këtë me diçka tjetër. Jo, shiko sa e bukur është kjo. Unë kur shkoj në punë, po e bëj kred praktike, shembullin, kur shkoj në punë, rrugës, shiqur që ka hek bashkia ato shitjen e ndihmave, shifsha njerëz që ndaleshin të ndihmat për me ble tesha. Shumë mirë është e drejta tyne. Ndërkohë që shifsha njerëz nga shtëpi tu marr një grumë të madh prej shtëpisë dhe tu e hall në kosh. Dhe hallton atë tesha në kosh dhe shkon e blen tesha të tjera të përdoruna. Pra është e njëjta gjë edhe te bashkëtesa. Ti hellat martesë që mundesh me e majt për me marr një tjetër të përdorur nga dikush tjetër. Unë jam për me ba shumë përpjekje, me rujt institucionin e familjes, me rujt shortin që të ka ra, dhe me jetu. Nuk është kërkush perfekt. Prindrit tani kanë çu martesat, jo se i hidhnin gjanat si teshat, po i riparoshin. Ja, ti më thënë, prindrit tanë janë ende të asaj idesë që gjërat nuk hidhen, por riparohen, çepen, arnohen. Kina fjalë të bukura shqipe. Janë të jashtëzakonshme. Por që japin edhe një leksion vete. Po, me dalë të bashkëtesa. Për sa kohë, këtu tash janë pak ndryshe. Për sa kohë çiftet nuk janë të sigurt në lidhjen e tyre, unë jam për bashkëtesë. Për sa kohë nuk janë të sigurt për lidhjen e tyre, sepse këto 244 divorce që janë bë, mendo sa dasmat, sa shpenzimet janë bë për ato, sa kredit bankare janë fut për me bë ceremoninë e dukjes. Është një borxh i madh ekonomik. Po jo, për mu duki lumtur, për me hall foto në Instagram, me bë videoklipe. Dalim kjo emancipimi i dukjes, atëherë mos u marto, bashkëto. Kur ti je i sigurt, pastaj hall firmën. Pranaj ne na mungon emancipimi, progresi në shumë aspekte, sepse 2-3 mas pari duhet njihen shumë mirë njëri me tjetrin. Bashkëtesa e Manaj munden me celebruat njoftje me shumë mënyra të ndryshme. Por edhe në të shkumen, ndonë se me një mendje të mbyllur, ishte njoftja, ishte familjarizimi me familjet, ishte fejesa. Për me shku të martesa. Po, ishin disa rrugë. Ishin disa hapa. Edhe nuk ishin, do me thonë, dalim gjithmonë të kënjëti thelb, po nuk dina më duket me shtjelu masë si e kina shtjelu. Kam frik se dina shumë mirë, por dina shumë mirë, e kuptojnë shumë mirë, po ju duket kohë humun dhe një prej përgjigjeve është, ju ma brezi juj. Normal,
Kjo është në tanë botën ka nëllë kjo shpërbamja e familjeve, por në fund, mas moralit të shpërbamjes, gjithkush ka dalë që ma mirë ishin prindrit tanë. Dojnë më rikthuj edhe herë të rëndësia e familjes, edhe të kënaqësia që t'jep një familje e bashkuar. Është e vërtetë. Vanessa Grassi thot, jetoj e këtë jetë thot edhe zdath, ose zbathur, si po e thojmë ne, por asnjëherë ngjoj. E vërtet. Unë kam një shprehje, nëse jeta më ka përkul, sepse gjithë askush nuk e ka jetën perfekt, disa herë më ka noll, unë jam çu me atë ula sa me lill kpucët. Dhe nuk ka rëndësi se si më kanë rrëzu. E rëndësishme është si jam ngrit. Unë jam ngrit çdo herë me një dinjitet, po i ul krytin kërkujt, por të tregu forcën teme. E di që është e bukur e grave të forta moza, se zakonisht, kur rrëzohen, ngrihen me një qëllim të ri në kry, në kokë, si themi ne. Dhe jo luks i shumë kujt nuk është me pas një qëllim në kry, sepse njeriu kur rrëzohet shef se si po rekuperohet. Ja, fazën e rekuperimit e kena ndërmjet qëllimit të ri. Dhe kjo është gjatë bukur, prandaj e di që e ke edhe ti. Po, qëllimi është që sa herë që ngrihen në kam, me kanë ai që kam pas dëshirë me kanë edhe kur më kanë rrëzu. Elnar Salman thot, jemi të bam thot, ose të gatum për shumë pak njerëz thot, që shpesh na ndodh në jetë edhe nuk i takojmë. Jena të gatum për njerëzit që nuk i takojmë? Jemi të gatum për pak njerëz. Mund të kemi një shpirt binjak, me njerëzit, edhe shpesh nuk e takojmë. Këtu të shti nuk mundë me thanë, sepse është perceptimi i saj, unë nuk e njoh. Ja, është një shkrimtar budist ma tepër. Edhe pse i referohem shpesher budizmit për arsye të paqes, të meditimit, unë nuk e njeh kam të personalitet. Jo, du me dalë të kjo që edhe thanja e tij më vjen pak e çuditshme, se unë e kam të kundërtën gjatë meditimit që unë arri me konstatu që jena të bam për shumë pak njerëz dhe ato njerëz vinë në jetën tonë në momentin e duhun, në kohën e duhun. Jo, atëherë të duhet konsiderosh me fat, domethënë, me fat, shumë me fat. Po, sepse nuk e kuptoj që në një meditim të kuptosh që je i bam për dikë dhe nuk e takon. Atëherë je i bam, jemi të gatum për shumë pak njerëz, thotë që shpesh thot gjatë rrugtimit të jetës nuk i takojmë. Ka edhe jetë të tilla që jo, është pak e çuditshme sepse ku e ke kuptuar ti që për ato pak njerëz je ba. Unë e kuptoj që jam ba për këtë njeri kur e takoj. Në fazën e internetit na duken të tonë të bukur mos. Nëse është faza e internetit, ti tash i do me dalë të tonë. Po flasim tek për kohët e sotme mos gjithmonë. Kohët e sotme ne mund të takojmë shumë njerëz se po dalim te interneti. Përdoruesit e internetit, se edhe emisioni jonë në këtë moment në internet është. Edhe ne po e kalojmë këtu me idenë që interneti është thjesht një kalim, një kafe e këndshme ku ne ndajmë disa mendime. Në ndodh shpeshherë që në internet ne të kemi diskutime të pakuptueshme, e cila ka të bëjë me atë procesin komunikativ, kur komunikimi nuk është verbal, pra kur nuk e kena tjetrin përballë dhe shkruajmë dhe gjatë kohës që lexojmë komendin ne përftyrojmë tjetrin pse jo dhe me një ton agresiv dhe fillojnë keq kuptimet. Kjo gjë s'ka fare interes. Thotë njeriu thotë që është për një mend religjioz thotë, për njeriu që është për një mend religjioz thotë, as shafet nuk është mëkat. Se ne na mësuat njerëzit që janë fetar të mëdhenj, na shohin ne si mëkatar të mëdhenj. Më duket se është e kundërta. Sa e guximshme je, ma jol. Po si mundam unë? Ti po mendon se unë them për Papa Franceskun që është mëkatar më i madh se unë, jo, unë jam më shumë se Papa, s'bëhet fjalë. Edhe ai nuk e vën dorën zjerën për mua ta kesh. Kjo ideja është këto që sa herë ne hedhim një gur drejt tjetrit, duhet të mendojmë se edhe dikush tjetër po mendon për me halli gur drejt nesh. Nuk ka njerëz pa mëkate, pa gjunahe, nganjëherë janë të qëllimshme, por nganjëherë janë edhe pa dashje. Për ato që kena pa dashje, shpresojmë që të falena. Për ato që i bajnë me dashje, është karma. Gjithkush gjatë jetës thot pse më ndodhi kjo, po ti e kishe bë diçka dhe tu kthy në një formë tjetër. Edhe dalim tek ajo që mëkatet religiozët nuk du më fut me diskutu tema të tilla se janë. Kë harrojmë ne të duam më së shumti mos e. Vedin. Ne tanë jetën bëjmë për tjetrin. Dhe ajo që harrojmë është ajo më sanaj kur shiknan pasqyrë dhe vjen një moment edhe ti thu, sa shumë bana sot, sa shumë pa diskutu që ne grata, me kohë të pagume, me kohë të pa pagume. Edhe në fund edhe me kohë të pjeshme. Edhe kur thu jam i lodhur, ne harrojmë vedin. Kjo është.
Ishte një pyetje që unë e kam sjell krejt spontanisht nga Mram me tim birë dhe më kërkon mamna ma bën një kek me mollë, unë e bëj shumë të mirë kekun me mollë. Atëherë për konkurrencë tash se këtu s'mlen egoja, unë e bëj shumë të mirë kekun me portokall. Muhabet e grashtë. Muhabet e grashtë, se dashuria fillon nga stomaku. Është e padiskutueshme. Edhe më thotë imbir thotë më bën unë isha më herë për përgatitje, po s'ka gjetën e emisionit, edhe nëse kisha përgatitur, edhe ishte shkuar avon, më mos u pje keku, mos u bagati me atë përpimin e shërbetit e shumë gjëra të tjera. Ishte oraq vonë sa unë mezi po masha sytë e hapën, më nëjna, më thotë ti ke me ballë, s'ka gjetën, më po ta kisha ditë, ta kisha vonë, beto. Ishte një mënyrë shpërblimit. Ishte një mënyrë shpërblimit, edhe aty e kupton njeriu se për vetëm të vërtetë që nuk ke kohë, s'ke kohë me dash, që me gjet një kohë për me pushu. Kam edhe një pyetje që do të jetë ndoshta edhe e fundit, nuk e di se për minutazhin do të keni edhe për prapë të tjera, më duket. Po. Kush e shkruan romanin e jetës tënde? Në mënyrën tënde filozofike, në mënyrën e shkruamit. Si dush ti perceptoje? Unë e shkruaj. Romanin e jetës tënde. Tu kanë që ti e shkruan, po si e shkruan? Kush janë ata personazhet më dashur për ty në romanin e jetës tënde? Në romanin e jetës tënde njerëzit më dashur janë nana dhe baba. Ato që më kanë pru një jetë dhe unë jam falenderus. Në romanin e jetës tënde njerëzit më dashur janë fëmijët e mi që shpresoj të më shohin edhe ato mu si kam pa unë nanën e babën tem. Kjo është aja. Apo nuk i ki dy djemë bukur me mos. Të lutem tani se do kalojmë pastaj më të livdun fëmijët tuaj. Ja, Lena këtë shumë faleminderit, shumë faleminderit. Të djemë shumë të edukum, të djemë shumë por të bukur me të vërtetë që janë djemë bukur. Jo thjesht kështu për estetik, janë bukur nga tana anë, dhe kjo është edhe merite Zotit, por edhe merite mamës dhe babës. Për anën e paraqitjes jashtme, unë gjithmonë bile kam pas debate edhe me një njeri të afërt tem, kur po diskutoshim për një person dhe tha që, Lena tha shife si ashtë, i thash kur mos tani më atë fjalë, për anën fizike nuk mund të paragjykojmë kërkën në botë, është dora e tjetër kujt që e ka kriju. Ajo që shoh te njerëzit tonë është karakteri. Kur njerëzit janë me karakter të mirë, për mua kanë vlerësimet maksimale. Kur njerëzit nuk janë si i donë një me kanë, mundohen a mi dhanë mundësi për më ndryshu, po kur nuk dojnë, vazhdojnë, janë të lirë. Është ajo pjesa që ishte shumë i bukur ishte dhe që hapi gojen. Po, fix. Ne për mas me lanë Freudin të ka jo pjesa e idiot dhejkot, se ne kena shumë ma inteligent, por Freudi thotë dhe një qka shumë interesante, për një gru thot, me u dasht për i dikujtët, është ma shumë e nevojshme se se me dasht ajo atë person. Ma nevojshme me e dash dikush? Dhe me thonë me e dash një person, një gru dhe një mashkull për balë, e ka ma të nevojshme me e dash të i person se sa jo me eri këthy dëshnin e ti personi. Nuk di që me të thanë, por unë di që në këndvështrimin tonë dashnia është mes dy vetëve dhe duhet jetë e baraz vlerëshme. Në qovë se dikush nuk të thash, Freudi ka analizuat atë tipat, nuk në ka njoft ne. A të përqenjë gjanat që tjertë nuk i vejnë rej? Në cilin aspekt të shumë? Në të aspektet. Ti shkon Shirok, e viziton për ditë për thuj si Shiroke. Ti mund është me pa shumë qka, që ne mund shkoj, me shofim, knaqena, me liqenin, me barkën e. Po ka shumë gjana janë për shamo. Që në shef prej rëndësi, si shefrëndësi jamos. Po, ta të regoj, është kjo një shamull në lidhje me udhtimet në kohë, edhe në hapësirë. Ne lëvizim, shqyqër Zotit në është dhanë mundësia për medalja shtetit, kam pas fat, kam shetit tanë Europën, kam shku edhe në Amerikë, dhe kur nuk kam shku për me jetu, pra shansi jam i malë ka kanë si turiste. Ajo që unë shof ndryshe për tjertë është që nuk e besojnë ndoshta, unë nuk kam hi kur në asë një dyqan me blej një gjatë vetëme. Kur, por ama s'kam lanë galeri artit, muze, qendër historike, pa vizitu. Unë jam shumë... Ki ma shumë për ati dhamë, shumë ma shumë, të kujtoj diçka, kina ka një autobuzit tanë në Versailles, dhe të gjithë janë tur të dyqani përballë me blej parfuma francezë, unë kam lanë autobuzin se nuk pranoshin, ishte rrallë e madhe për me hi në palatin mbretëror në Versailles, dhe jam fut edhe deri te kopshtet. Pra ishe i kam pa ndryshe. Imagjino një autobus të prit mu, bashkë me djalin e vogël, tu vizitu. E ke vizitu Romen? Pa tjetër, çdo gjë. Faro Romanën e ke vizitu? Çdo gjë që është në Europë dhe në Amerikë kam shku tek MoMA Galeri, ku kanë pikturat, shansi jam që ka kanë atje. Dhe duhet dalë që asnjë dyqan
Kjo është ajo që unë shoh ndryshe prej tjerëve. E shoh ndryshe, e shoh pra. Kishe një në diçka ndryshe. Edhe Filip Bajlej, që do t'jeti fundit, dyshimi thot është hija e të vërtetës. Hajde moza, qa ka moza, ka që të dyshimi që është hija e të vërtetës. Po nuk dyshova për diçka, nuk kam si me e gjetë si është e vërteta. Dyshimi është lëvizje. Tanë bota lëviz mbi dyshimin. Dyshimi është kërkim. Edhe ne, tu kërku, tu dyshu që është kjo. Edhe një prej dyshimeve kur ardha këtu ishte çfarë pyetjesh, të paprituna do të më kishte bajola. U vërtetu. Të gjithë ftumit e mi që vinë kështu, nga njëherë më thonë, jo kena me fol për në gjë, sepse është ajo pjesa që nuk dëshirojnë edhe vetë me ditë pyetje shumica. Por kena me fol për në gjë specifike, i thamë ne pak letërsi do të kemi se s'bën letërsi, por më së shumë të jetën e përditshme, sepse ne kena nevojë të jena të përditshëm me jetën tonë. Kena nevojë me dhënë mesazhet e duhura, siç thati, sepse jena koha e mesazheve të duhura. Sepse jena koha ku bëhet luft, koha ku ka pandemi, koha ku ka shumë çka. Prandaj, mendoj që sot kena lënë shumë dashni për studios, për i valve 92 MHz në Radio Shkodra. Faleminderit që ishe me mua sot. Faleminderit për ftesën. Atëherë, faleminderit që na ndoqët miq. Së bashku do të jemi të shtunën tjetër me një personazh po kaq simpatik. Unë ju përshëndes me Roxette the Look dhe së bashku të shtunën tjetër. Mirupafshim.